Falenderojmë të madhin Zot Allahun xhalleshanuhu me falenderimet më të plota, më të sinqerta, falenderime që burojnë nga thellësia e shpirtit dhe zemrës. Zot, ty të qofshim falja Allah për çdo mirësi e për çdo begati që fale e dhurove. Shtoje mirësinë tënde o Zot për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na bëj ne prej falenderuesve. Na bëj ne prej atyre cilët shfaqin edhe shprehin mirënjohje për mirësitë dhe begatitë që na falen na dhurove. E nëse juve do të falenderoni, thot Allahu xhalleshanu, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë mirësitë. Le in shakartum le azidannakum. Dëshmoj se i vetmi është vetëm Allahu xhalleshanu që meriton adhurim, dëshmoj se i dashuri i tij Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona, si më i madhi profet, më i mirë njeri, atij familjes tij të pastër, shokëve të nderuar. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët, ja Allah. Vëllezër dashur dhe motra muslimane, dy modele janë në jetë dhe dy modele na tregojnë neve Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. Modeli i parë është ai i cili e zgjodhi vetë Zoti i gjithësisë, qala fal haqq wal haqq aqul. Tha Zoti xhaleshanu të vërtetën edhe të drejtën dhe vetëm të vërtetën edhe të drejtën do të them. Allahu xhaleshanu, kush mund t'i kërkojë llogari Zotit të gjithësisë? Ai është i plot fuqishmi, nëse don të veprojë diçka, Allahu xhaleshanu është ai që krijoi gjithçka, bën gjithçka, cakton gjithçka. Megjithatë na tregoi nëse modeli cilin ka zgjedhur Zoti për veten e tij dhe na tregoi neve si model për jetën tonë, cilin duhet zgjedhim dhe duhet paraqafojmë edhe ne, është vetëm modeli i të vërtetës dhe i drejtës. Wa man asdaqu min Allahi haditha, wa man asdaqu min Allahi qila, ya ayyuha an-nasu inna wa'da Allahi haqq. O njerëz, premtimi i Allahut xhaleshanu është i vërtetë, ai që tha Zoti xhaleshanu. E ku ka fjalë më të vërtetë, ku ka thënie më të vërtetë sa thënia e Allahut xhaleshanu. E Zoti xhelalu për ata cilët përqafojnë modelin që duhet përqafuar dhe ndihmuar pra modeli i drejtës dhe i vërtetës, na premtojnë Kur'an dhe na tha inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ne tha Allahu xhaleshanu do t'i bëhemi krah dhe do t'i suportojmë, do t'i ndihmojmë profetët tanë, por edhe ata cilët kanë besuar në këtë botë edhe ditën që do të dalin përpara Zotit xhaleshanu, që çohen pra dëshmitarët me dëshmu përpara Allahut xhaleshanu. I qëndrojnë krah profetëve të tij Allahu xhaleshanuhu, njerëzve të mirë dhe të drejtë, e i suportoi ata me qëllimin që e drejta dhe e vërteta triumfojë. Pra ndihmon Allahu xhaleshanuhu atë që është me drejtën, sepse Zoti ndihmon drejtën dhe ai patjetër përfshihet në ndihmën e Zotit xhaleshanuhu. I thot Zoti xhaleshanu Musait alayhis salam, idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Bashkë me Harunin, shkoni tha tek Faraoni sepse ai ka tejkaluar çdo cak. Ai ka tejkaluar çdo kufi. Faraoni ishte ai i cili zullumi i tij pra kishte kaluar çdo cak të njerëzores. I ftonte njerëzit dhe i urdhronte në adhurimin e tij dhe mendonte se ishte hyjni, nuk ishte njeri i thjeshtë. Dhe për më tepër ai i cili nuk i bindej në këtë gjë, pra që adhuronte dikë tjetër përveç Faraonit, atë e priste dënimi i dhëmshëm. Zullumin që e tregon Allahu xhaleshanu në Kur'an disa aspekte për Faraonin, se si e kishte i kaluar, se për një ëndër se kishte problem të vriste gjithë fëmijët që kishin lindur atë natë. Se si i trajtonte gratë e Beni Israilve, Zoti na ruaj, se si i përdorte njerëzit si leck. Atë që donte e vriste, atë që donte e lente, domethënë me një fodollik, me një mendje madhësi e cila kishte te i kaluar çdo lloj norme dhe çdo lloj caku.
E Allahu xhaleshanu urdhëron Musajin të dërgojë një profet shumë të madh, një nga 5 profetët më të zgjedhur dhe më të mëdhenj të Allahut, me një mision shumë të madh që t'i tregonte dhe t'i fliste, pra të këshillonte faraonin edhe njeriu më të keq mbi sipërfaqen e tokës, por edhe të merrte popullin e tij për ta çuar në rrugën e drejtë, edhe për në vendin tokën e premtuar që Zoti pati premtuar. Ti nxirrte nga dhuna, nga skllavëria, e t'i bënte njerëz të lirë me lejen e Allahu xhaleshanuhu. Imagjino, mbledh faraoni 10.000 magjistar. 10.000 magjistar siç thuhet në transmetim. Përgatiti një arenë shumë të madhe dhe ftoi gjithë popullin që të vinin dhe të ishin prezent në një ditë madhe në cilën dëshironte që ta nxirrte Musën alayhis salam shumë keq për sfidën që ai po i bënte dhe ta ekzekutonte aty në sy të njerëzve, ta bënte shembull për çdo kënd që do të guxonte ndgrente krye ose ta mendonte të sfidonte faraonin që ishte Zoti, ene rabbukumul ala, unë jam Zoti ju e i lartësuar, kështu thoshte ai Zoti na rrit. Imagjinoni vëllezër nderuar, qale maw'idukum yawmuz zina, tha orari jonë dhe takimi jonë është ditën e festës. Të gjithë kur flasin thonë gabimi më i madh që bëri faraoni ishte se e çoi sfidën atë stat. Faktikisht ai mendonte se po sfidonte një njeri të thjesht, ndërkohë që mbrapa këtij njeriu të thjesht me suport ishte Allahu xhaleshanu Zoti i gjithësisë. Dhe aty merrte tjetër dimension, dhe tjetër kuptim çdo gjë pastaj. Dhe gabimi më fatal që bëri faraoni për veten e tij dhe për sundimin e tij ishte pikërisht se zgjodhi ditën e festës, po deshte Allahu xhaleshanu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi. Deshte Allahu xhaleshanu që të drejtën edhe të vërtetën ta shfaqi me fjalët dhe me argumentet e tij. Allahu xhaleshanu e pajisi Musën alayhis salam me argumente dhe kur ai ja shfaqi faraonit, u tremb faraoni. Imagjino kur u bë gati arena e madhe, 10.000 magjistar, aty ishte faraoni, aty ishin elitë, aty ishin ushtarët, rrethuar çdo gjë. Dhe ishte dhënë njoftimi, hyrja falas, gjithë ejani, dhe ishte një show, një shfaqje aq e madhe sa që njerëzit ishin dyndur kush shkoi pari, të shikojë këtë sfidë kaq të madhe, kush ishte ky që guxon për herë të parë në jetën e tyre pra të sfidoi më të madhin faraonin. Kush është ky njeri? Si guxon? Imagjino turma duke brorit, populli faraonit, elitat dhe gjithë njerëzit e pasur, mund të kishin vënë me në i cep aty edhe popullin e Musait, ata që ishin sklevrit dhe ishin njerëzit që punonin punët e rëndomta, vetëm thjesht shikonin. Dhe më pas, hyn me zgjidh kësaj shfaqje dhe show, hyn Musa alayhis salam me Harunin, 2 vet ishin. Mira zullumqar dhe 2 vet ishin. I instalum komplet sistemi, komplet gjithë suportit dhe gjithë sundimi i faraonit aty ishin prezent. Sa i madh dhe sa guximtar ka qenë Musa alayhis salam, subhanallah. Jom kot Allahu xhaleshanu thot wastanatu kali nafsi, unë ty të ndërtova për veten time për një mision shumë të madh. Imagjino ish kujdes Zoti xhaleshanu që ti ishte ai që ishte. E Musa alayhis salam imagjinoi vetëm me zgjidhja atyre broritjeve, fishëllimave, kanë hyrë 2 vet, mundet edhe të kenë ndaluar për një moment. Dikush ose faraoni mund të ketë menuar se Musa alayhis salam nuk do shkojë, nuk do prezantojë, domethënë midis mira ushtarëve, 10.000 magjistarëve që ishin më të zgjedhurit e të gjithë vendit, e të gjithë gatishullit. Më të zgjedhurit ishin njerëzit cilët brorisin për faraonin, servilat aty, njerëzit që i bënin fresk, ata që doshin me fitu pik, imagjino. Dhe Musa alayhis salam që hynte me Harunin, 2 vet. Në këtë shfaqje ose në këtë moment, në këtë sprovë kaq të madhe, në këtë sfidë kaq të madhe. Imagjino veten tënde nga i herë kur vehesh në pozita, mundet edhe të gjithë ti kesh kundra, po ti e din që je me të vërtetën. Mundet nga një herë edhe opinioni është përgatit aq bukur sa që ty njerëzit mendojnë se je me të shtrenjtën, sepse propaganda bëhet e tillë, reklamat bëhen të tilla, mediat mund bëjnë edhe punën e vet. Domethënë ti je në një pozicion që vetëm Allahu xhaleshanu ta din të vërtetën. Mundesh je në një pozicion që shumë pak vet ke përkrahas. Opinionin mund ta kesh kundra.
Njerëzit mendojnë, po ky, ç'a bën ky? Si s'ka turp, po se je me të vërtetën, do të qëndrojmë me të vërtetën, o vëllezër, dhe me të drejtën. Do të qëndrojmë nëse të bindet shpirti edhe zemra se diçka jetë e ke vërteta. Nëse ti sprovohesh në fenë tate, nëse sprovohesh në vendimet që i merr në jetën tënde që janë drejta, aty ku kënaqet Allahu xhaleshanu dhe kënaqet Zoti i gjithësisë, aty ku është e vërteta dhe aty ku është feja jote, aty ku është besimi jote, aty ku është tradita jote, aty ku është haku jote, qëndro ke e vërteta me sa të kesh mundësi. Nuk po themi që mos jesh i zgjuar, nuk po themi që mos jesh i mençur, edhe të bësh sebepet njerëzore. Patjetër, se s'kemi nevojë me bësi afdall. Por se njeriu duhet të qëndrojë ke e vërteta dhe të jetë pa lëkundur. Aq më tepër kur ka besimin tek Allahu xhaleshanu që e din Zoti, edhe është i bindur 1.000.000% me shpirtin e vet që është e vërteta. Pasha Allahun, nuk ta humb Zotin xhaleshanu. Nuk lën Allahu xhaleshanu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nuk të kalon kur Zoti yt ty edhe nuk ka shpërfillë Muhammed. Nuk kalon asnjëherë jashtë fokusit edhe jashtë përkujdesjes tij, subhanallahu. Imagjino në një skenë të tillë ti çfarë do bëje? A do shkoje as do shkoje? Dikush edhe mund të rriqet ose shumica mund të rriqen. E kur ka hyrë Musa alayhis salam, gjithë ju ka marrë fryma. Aty ishte Asja, nusja e faraonit. Ajo ka qenë e dyzume dhe ishte në frikë të madhe, sa ishte besimtare, fshihte besimin e saj. Dhe dinte shumë mirë për fundimin që donte ta arriste faraoni. Në momentin që do e nxirrte, pra dëshira me nxjerr dështak Musa alayhis salam ishte që ta bëte ditën e fesë, që ta shohë gjithë populli se çfarë do ndodhi me këtë njerëz që guxon të spjegoj mua zullumin e tij pra. E imagjino, aty ishte Hamani që mezi priste të vinte fundi, krau i djathi faraon, mezi priste të vinte fundi dhe ta shifte se si do të coptote Musa me Harunin alayhis salam. Pa aty ishin edhe Bani Israilët, të cilët ishin trembur, çfarë do bëj ky i shkreti, thonin masa. S'kishte guxuar njeri me dal përpara tij me sfidu zullumin e tij, subhanallahu. E imagjino, fillon diskutimi. Aty ishin 10.000 magjistarët e inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum lamun min al-muqarrabin. A ka ndonjë shpërblim për neve o faraon? Nëse neve sot fitojmë edhe të zbardhim faqen këtu përpara gjithë popullit, patjetër i tha faraoni, madje do jeni njerëzit e mi të afërt, çdo gjë çat ju doj zemra e keni, vetëm i fjalë. Fillun servilat edhe u rreshtun ushtarët e të keqes. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Thano Musa, ose hidh ti ose të hedhim neve, të fillojmë neve parë. Qala bal alqu, vazhdoni juve të parë, tha Musa alayhis salam. Imagjino, ka ndodhur një diskutim aq i bukur që tregon për guximin e Musës alayhis salam dhe pavendosmërinë dhe vendosmërinë e tij dhe palëkundshmërinë e tij, i cili i thot magjistarëve aty sy të gjithëve, i thot wailakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adab. Tek pull vetëm me Harunin, para të gjithë popullit, para të gjithë sundimit zullumqar, thot mirë për juve, thot, që sot po doni me kamuflu edhe mu bë fytyra e këtyre zullumqarëve, edhe me mbrojtë të zullumqar. Mos gënjeni, thot, në hakun e Allahut se do t'ju marrë dënimi i Zotit, dhe filloi t'i flasë ashtë për Musa alayhis salam. Derisa thuhet se i ka ardhur Xhibrili dhe i ka thonë, o Musa, mos i rëndo ato se pa arrit akşami do jetë dashurit e Allahut. Subhanallah. Subhanallah. Çuditet Musa alayhis salam si këto që po mbrojnë faraonin edhe zullumin e faraonit po i bëhen krah atij dhe po i bëhen rresht i parë i mbrojtjes, to do të jenë dashurit e Allahut, si ka mundësi? E megjithatë sekretet e Zotit i din vetëm Zoti xhaleshanu. Fillon shfaqja. E thot Allahu xhaleshanuhu fasaharu a'yun an-nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Fillon duke hedh magjit më të papame që nuk ishin pa ndonjëherë. I çuditën njerëzit, i tromaksën njerëzit, i hutun njerëzit me shfaqjen edhe me madhështinë e asaj që po bënin. E sollën thot Allahu xhaleshanuhu sihrin 'azim, pra një magji madhështore si ishte pa ndonjëherë. Njerëzit fillon duke u tremb, askush e humon shpresën të gjithë. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa alayhis salam
filloi duke ndje pra frikën veten e tij. Që mos ngatrohemi, jo frikë për veten e vet, se s'kishte frikë, ai kishte marrë parasysh edhe ai vetë ditë e fundit. Nëse do të ndodhte pra do një gjë që ai nuk do t'ja dilte, e kishte llogarit me shku edhe shahid ke Allahu xhaleshanu. Vëllezër të nderuar, a e kuptoni se çfarë po themi ne? Atëherë ka qenë me magji, dhe atëherë ka qenë me një shfaqje të tillë. Neve sot që ndrojmë në situata, sidomos ata që kanë pozicion ose që kanë një përgjegjësi më tepër sa njerëzit e thjeshtë. Po edhe ai që është ke familja vet, ke njerëzit e thjeshtë aty që është ke rrethi vet. Secili pra në gradën që ka ose pozicionin që ka sipas saj vjen edhe sprova. A kuptoni që ka situata që njerëzit e besojnë të kotën edhe e mendojnë sikur është e vërtetë dhe të bëhet sprova 2 fish, 3 fish, sepse nuk ja sqaron dot njerëzve që kjo nuk është e vërteta. Sepse nuk ja sqaron dot njerëzve që këto janë vetëm thjesht balë që hidhen ndaj dikujt ose ndaj një kauze ose ndaj një feje të bukur, ndaj mesazhit edhe librit Allahu xhaleshanu që është paqja edhe është udhëzimi. Dhe ty të duhet, domethënë që ti të bësh atë që bëri Musa alayhisalam, do pozicionohesh dhe të bësh atë që ke në dorë. Duke mos e harruar që suportin e Allahu xhaleshanu e ke me vete nëse je me drejtën, se ti je me drejtën patjetër. Në këtë moment pati frikë Musa alayhisalam jo për veten e vet se e kishte llogarit ai, po kishte frikë se mos njerëzit gënjehen dhe si do t'i sqaroj unë njerëzit ose si do t'ja bëj të qartë që kjo është e kotë dhe kjo është vetëm thjesht sa me i gënjy syt atyre. Nuk është ky realiteti dhe e vërteta. Kulna la takhaf innaka antal a'la. E ndërhyrja hynore i thot Allahu xhaleshanu, thot ti mos ki frikë. Ti vetëm ti je më i lartësuar i sot, se ke Allahu xhaleshanu dhe je me të vërtetën. Ti vetëm hidh atë që ke në dorë, pra bastunin. Në momentin që e ka hedhë, subhanallahu, e kanë pa gjithë njerëzit se si ai gjarpi Musa alayhis salam i kanë zjarë 6 loje të gjitha magjit që bënë atë, ja prishit gjitha magjit. Me i formë që edhe vetë magjistarët e panë, ata që ishin maja e magjisë dhe kulmi i magjisë, që ishin zotët e kësaj fushë, që ishin ekspertë dhe profesionalistë, ishin profesionistë e kësaj fushë, e kuptuan që kjo nuk është magji, kjo është diçka tjetër hynore, e me një herë anseshte, ajo që thamë që të bëheshin dashurit e Allahut. Ajo që po duam me thonë neve vëllezër, në momentin që ka ndodhur kjo gjë, ata cilët ishin në dyshje populli i Musës, si janë ndjerë ata? Ju ka kënaqur shpirti dhe zemra kur kanë paqe e vërteta triumfon. Si është ndjerë faraoni kur e ka parë atë që ndodhi? Faraoni nuk e ka dash veten, e ka kuptuar që i ka bërë gropën vetes me atë. A e kuptoni që ka ndodhur aty në atë moment që të gjithë njerëzit që e kishin adhuruar faraonin si zoti i qeve dhe i tokës, e kanë kuptuar se ky nuk është zot, po ky është një njeri kot, po ky është një zullumqar që e ka trash zullumin e tij. Ajo që po duam të themi neve është që e vërteta gjithmonë ngelet e vërtetë. Po ka nevojë për njerëz të cilët ta përkrajnë të rreshtohen kjo e vërteta dhe ky është modeli që don Allahu xhaleshanu. E lusë Zotin xhaleshanu që neve të na bëjmë me të vërtetën. E lusë Allahu xhaleshanu që ne gjithmonë të jemi të ndihmues të vërtetës dhe kur mos e thënë të Allahu xhaleshanu të devijojmë nga rruga e Zotit dhe nga e vërteta. Amin. Ndërsa modeli i dytë të vëllezër të nderuar është shejtanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Ajo që e zbardhi dhe e qartësoi Zoti në Kur'an. Shejtani ju ma me premtime. Ju thot pisliku është rruga që të çon. Sot nuk hecet pa bë pislik. Sot nuk vehet leku pa bë pislik. Sot nuk mund të jesh dikush i pa bë pislik, pa u bë pjesë e pislikut. Kjo janë premtimet e shejtanit mallkum. Rruga e Zotit, por rruga e Zotit ngeler si i marum aty. Shifmër jetën, shifmër trendin, shifmër këtë. Njerëzit sot po hecin me AI, me kështu e me ashtu e po fluturojnë e po bëjnë, kurse ti ke ngel thot ulu ngreu aty në xhami. Jo, pasha Allahun, të janë vetëm se premtimet edhe cytjet e shejtanit mallkum. E në ditën e gjykimit, pasha Zotin e gjësisë, siç e thot Allahu xhaleshanu. Kur dalë edhe të marrë hutben e famshme dhe do të flasi përpara tyre, thot unë ju premtova, edhe Allahu ju premtoi. Premtimi i Allahut ishte i vërtetë, kurse premtimi im ishte gënjeshtër.
Juve erdhët vetë, unë as nuk ju imponova, as nuk ju detyrova. Tani thot, unë I shplaj durët me juve, thot, nuk ju njoh, as nuk njihni, subhanallahu el-azim. Ky është një nga zhgënjimet më të mëdhej, një nga zhgënjimet më të mëdha të atyre cilët pra do t'i humbin shpresat, sepse ata cilët kanë deviju kanë thonë kush na çon neve shejtani ma ja marrim hakun para Allahut, do ja lëm gjunove tona. E kur ai I bën dalje dhe thotë s'keni punë me mumër, se unë as nuk ju imponova, as nuk ju shtyva, unë vetëm thjesht ju thirra, erdhët, deshët vetë erdhët, kaq. Jeni vetë përgjegjës për veten e juaj, ma ana bi musrikum wa ma antum bi musrikhi. Juve thot keni bo atë që keni dash. Unë thot nga sot e tutje thot mohoj çdo lidhje me juve, subhanallahu. Dhe I lën një nga zhgënjimet më të mëdha se kanë marrë shpresë se do ja lejnë gjinofet shejtanit të mallkuar. Subhanallahu el-azim. E mos vija jo ditë. Inshallah duhet me qenë rrugën e Allahut xhaleshan, duhet me ecke mira. Duhet me o vëllezër, ajo që është kismet dhe ajo që është risk në ardhmë. Atë që e ka caktuar Allahu xhaleshanu për gjithë secilin, ajo do vi patjetër, vetëm thjesht neve zgjedhim rrugën. Ai I cili bën 1 milion euro me pisliqe, pasha Allahun, ja po ju them vallahi, është e qartë në tekstet fetare, ka thënë Zoti edhe ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, nëse njeriu do të tregohet I ndershëm, ato 1 milion euro ka për t'i fituar me ndershmëri. E nëse nuk është kismet t'i fitoj, nëse nuk është rrezik t'i fitoj, për Zotin betohem që ta mos ta keni pikën e dyshimit, nuk do t'i arri as me pisliqat, ose nuk është kismeti vet. Thjesht t'i friksojmë Zotit edhe të zgjedhim rrugët e mira edhe të ndershme për hec neve në jetë, asgjë tjetër. O Zot, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro. O Allah, ty të lutemi, o Zot, jemi në prag Ramazani. Na mundsoj ja Allah t'ja arrim ti Ramazani. O Zot, ne të gjithë dimë që Ramazani është mundësi e artë dhe mundësi shumë e mirë që ka vllë dhe mëshire edhe që ka amnisti hyjnore plot. Prandaj të lutemi ty Allah, na jep neve për qëndrimin, të fillojmë përgatitjen për këtë muaj. Na jep neve ja Allah për kushtimin, edhe na mundëso agjërimin edhe adhurimin e muajit Ramazanit dhe na mundëso faljen e tij ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na falna. Fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët, fali o Zot ata cilët kanë ndru jetë prej nesh. O Zot, mëshiroj ata besimtarë që kanë ndru jetë. O Allah, na jep në sigurinë dhe vendosmërinë që të rrim tek e mira, sa të kemi jetë ja Allah, të rrim në rrugën tënde. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti ju shpërblet.